Ulemat e damshëm janë ato të cilët e blejnë dunjohën me din, e shesin dinin për me blej dunjohën. A dunjoja e ka një me shmimin e le, kjo bote ka shmimin e vogël. Po që shesin ulemat dinin e blejnë dunjohën ma vla, që shesin? Ju hinë zemër pozita, ju hinë në gjak pozita për emër, që shkoj për peta thu, që shtë bona thu me fti, a thu që shtë bona gjemanal për ulemove, a thu që shtë bona kretar partije, a thu që shtë au dhe eqën e popullin. E këto njerëz më në herë për ulemove si tjenë e kanë blejt dinjohën me din, e kanë shqit dinin e kanë blejt dinjohën. Këto janë ulemat më të damshëm. Defekti ma i ma të muslimanët, të besimtarët, defekti ma i ma kur është bo. Atëherë kur ulemat e një popullit, atëherë kur ulemat e një popullit të cilët kitabin e Zotit të ti popullit mas mirë e kanë njot, kanë dhonë bezën Zotit Gjelle që muslimanëve kemi me javë spjegu këtë kitab. Edhe posojmë o Zot, bezën për të japit që prej kitabit tanë të cilën ne ke zbrit, kur gjos kemi me fshenë. Nuk do të rezervohemi, nuk do të thojmë në gjami kjo se ka kohën sot. Kam të e thonë, ama kjo e prek filonit. Nuk thojnë që të po thojnë o Zot. Ne nuk do të mshejmë. Atë shka ki porosit ti me thonë, do t'jam spjegojmë muslimanëve tenin harfin e fundit. Ju pëlqej ative, nuk ju pëlqej ative, nuk lunë rol, për shkak se fëmija dashti, zdashti, i pëlqeu si pëlqeu, nona ja hapë pëlqien me zorë, edhe ja shtin lugën e shtërupit ngoj me pitu e dit, se aj nuk e din do bire ati lashi, ka lashi vogël me dit se këta ban, nuk ban për e pi. Po edhe me zorë, në të na falin ato vllazni anë man popullit ton, të cilët janë të elujt rolin e fëmijut smut, e nuk janë të dit se si rupi kwarsh. Nuk janë të dit me të lënë recept ki popull shloshe.